Soni Malaj përgjigjet këtë javë për rubrikën tuaj të preferuar. Këtë zgjedh ajo në mes personazheve që ja kemi vënë përballë për një arsye, e kuptojmë në vazhdim. Po ndosha nuk ka ardhur akoma reperi më i mirë shqiptar, kështu që mua më vjen mirë që janë të dy shumë të suksesshëm. Ka secili veçantin e tij, kanë arritur shumë suksese me muzikën e tyre dhe uroj më të mirë dhe suksese prapë më të tejshme. Më seksi. Si kam parë fare, o zot, ata do dy do vrisin vete tani, po të thojë më seksi, ata do donin quheshin tyni në kategorinë e reperëve më të mirë, jo më seksi. S'ma do mendja. Ato kanë veçanti, Genta ka një performancë shumë të mirë në skenë dhe do më të një këngëtare që mban e vetme, koncerte live me performancë e vetme, është goxha e vështirë, po ashtu Tuna ka një karizëm dhe ka bërë shumë suksese në jetë me muzikën e saj dhe dim gjithë që ndoshta Tuna dhe po të largohet dhe po të rikthehet sërish, pra do ketë sukses dhe njëjta është edhe me Gentën, sepse ato e kanë atë yllin, kështu që unë s'mund t'ja heq asnjërës. Arritjet janë edhe çështje fati, nuk është gjithmonë çështje talenti. Ndonjëherë është edhe çështje kush ka mundësi me investu në anën monetare. Unë e di vetë se si janë gjëra, domethënë, në showbiz, edhe e di sepse edhe më janë ofruar gjëra, oferta nga jashtë, domethënë. Kështu që nuk ka të bëjë vetëm me talentin, janë të dyja shumë të talentuara, secila ka veçantinë e vet, po kush ka për të arritur më shumë janë çështje teknike, nuk varet gjithmonë nga talenti. Cili është këngëtari më i mirë? Mua më vjen mirë që kanë shumë vite në skenë, dhe nuk janë duke ndaluar. Unë do doja që njerëzit që kanë, ose artistët shqiptarë që kanë talent, mos të ndalojnë, të vazhdojnë të prodhojnë dhe të ecin me po ato ritme suksesi. Dhe kjo ka ndodhur me këta të dy këngëtarë që kanë vazhduar me ritmet e suksesit të tyre si në fillim edhe tani, dhe besoj se po vënë bazat mira. Kjo fjala diva tani në showbizin shqiptar është bërë pak kështu, sigur po dalë po haj drek. Leonora Jakupi ka shumë vite në skenë. Ne jemi rritur me Leonora Jakupin, ashtu edhe me Adelina Ismailin. Ne kemi kopjuar Adelinën, domethënë kur flas në Shqipëri, kur unë kam qenë në grupin Spirit Voice dhe ka ardhur qoftë Adelina apo qoftë Leonora, neve të dyja këto artiste i kemi parë me shumë admirim dhe janë kundërta me njëra tjetrën. Unë thjesht do doja që mos i largoheshin skenës, sepse sa herë, domethënë në mënyra të ndryshme kur ato rikthehen në skenë, ka shumë vëmendje kundrejt tyre. Këtu po zgjedh Ronelën. Janë të dyja. Gjensila është këngëtare, unë e kam dëgjuar live, është këngëtare shumë e mirë. Këtu do jem paksa subjektive, sepse Samantën e kam, e kam njohur që e vogël, më pëlqen, e kam dëgjuar live si këndon pashu, edhe dhurata, nuk është se po zgjedh, po nuk po zgjedh sepse do bëhesha subjektive. Më pëlqen Dafinën, kur e kam takuar për herë të parë, dhe që ka ardhur te Kënga Magjike, kam thënë, ti më kujton pak veten time kur kam qenë më e re në Spirit Voice, shikoj atë mënyrë performance etj. Më pëlqen se si performon në skenë Dafina. Ka një personalitet të vetin, jo se kanë as Nora apo Elvana, apo Dafina siç ka një gjë. Siç ka një gjë.